Thënie të mençura nga Sokrati. Sokrati ishte një nga filozofët më të rëndësishëm të mendimit filozofik perëndimor. Konsiderohet filozofi I parë I lashtësisë. Citojmë disa prej thënieve të tij. I ditur është vetëm ai që di se nuk di, e jo ai që mendon se di, duke shpërfillur në këtë mënyrë edhe ignorancën e tij. Njeriu zgjuar nuk rrezikon pa arsye, por është I gatshëm në prova madhore të jap edhe jetën, duke e ditur se në disa raste nuk ja vlen të jetohet. Unë nuk do të doja asnjërin as tjetrën, por po të më duhej të zgjedhja, do preferoja që pa drejtësinë të ma bënin mua, në vend që tua bëja unë të tjerëve. Paraja nuk të pasuron nëse nuk di ta shpenzosh. Unë di një gjë që s'di asgjë. Duhet ngrënë për të jetuar, jo jetuar për të ngrënë. Duhet punuar për të jetuar, jo jetuar për të punuar. Nuk ka rëndësi nëse martohesh apo s'martohesh, në secilin prej rasteve do të pendohesh. Të ligë të jetojnë për të ngrënë e pirë, ndërsa të mirët hanë e pinë për të jetuar. Martohu me çdo kusht. Nëse merr një grua të mirë, jeton I lumtur. Nëse merr një grua të keqe, bëhesh filozof. Jam një qytetar, jo vetëm I Athinës apo I Greqisë, por I botës mbarë. Një jetë pa kërkim nuk është e denjë të jetohet. Fjalët e reme nuk janë thjesht të këqija, ato e infektojnë shpirtin me të keqin. Ekziston një mirë e vetme dia dhe një e keqe e vetme ignoranca. Ç'është përtej kapacitetit ton, s'ka lidhje me ne.